Qarku Dibër mbetet në situatë të vështirë e krijuar nga kushtet atmosferike të ditëve të fundit. Pas problemeve të shkaktuara me rrëshqitjet e tokës nga reshjet e shiut, dëbor ajron gjatë ditës së enjte ka krijuar problematika të tjera. Ulja e temperaturave ka krijuar akull në pjesën më të madhe të rrugëve të qarku Dibër, kryesisht në bashkitë Bulqize Dibër. Rikthimi i reshjeve të dëborës këtë të premte, kur temperaturat janë nën zero, ka krijuar akull në rrugën nacionale Bulqiz-Peshkopi, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Me gjithë paralajmërimet e bëra nga shtabi i mbrojtjes civile, kompanitë mirëmbajtëse nuk kanë qenë në gjendje të mbajnë në kohë hapur e pa probleme rrugën. Situatë e rënduar mbetet edhe në rrugët e fshatrave ku ka prani të akullit dhe dëborës që shkon deri në 20 cm në zonat e thella malore. Aktualisht në qarkun Dibër, rrugët e kalueshme pa probleme janë Bulqiz-Tiranë, rruga Arbrit, Bulqiz-Burrel Milot dhe Burrel-Rëshen. Në rrugët Uraj, Çerenecit, Librazh dhe Peshkopi Kukës kalohet me vështirësi, ku kërkohet që drejtuesit e mjeteve të jenë të pajisur me goma dimrore dhe zinxhir. Sa ka që reshjet e dëborës e kanë sjellë probleme edhe me energjinë elektrike. Në Lurë, si dhe disa njësi administrative të Bulqizës dhe në Klos, janë pa energji elektrike, ndërsa grupet e OSHE-s ndodhen në terren për të riparuar defektet.